Në ambientin e bibliotekës së Universitetit Luiç Gurakuqi u zhvillua konferenca shkencore me temë Arti konkret i shpirtit, kushtuar figurës së artistit Lindelia, një nga emrat më përfaqësues të artit shqiptar. Kontributin e Lindelis në artin shqiptar e vlerësuan dhe studiuesit e pranishëm, të cilët u ndalen në rolin e tij si urlidhëse mes artit, filozofisë dhe identitetit shpirtëror shqiptar. Është një autor i cili jeton në emigrim, por vepra e tij bart preokupimet, problematikat, çështjet e realitetit shqiptar të kaluar. Mendoj që pikërisht ky aktivitet, sikurse edhe aktivitetet e përparshme, kërkojnë me e bë edhe më shumë të njohur, kuptimin që ende ka shumë për me u bë i njoftun e për me ju gjetë ky vend i posaçëm që ai xente arti shqiptar. Konferenca solli në vëmendje jo vetëm veprën artistike të Lindelis, por dhe dimensionin e tij njerëzor dhe intelektual, duke paraqitur atë si një figurë që me artin e vet arriti të shprehë thellësinë e shpirtit.